Bretmeni nuk shpresonte vetëm që premtimi hyjnor të përmbushej, por si shumë të tjerë pas tij, ai dëshironte që hebrejt ose të konvertoheshin të krishterë ose të largoheshin që të gjithë nga Europa. 100 vjet më pas, Henry Oldenburg, një teolog dhe filozof natyror gjerman, shkruante: Nëse rasti paraqitet mes ndryshimesh për cilët janë në përgjegjës punët e njeriut, hebrejt mund edhe të ngrehen perandorinë e tyre përsëri dhe Zoti mund të zgjedh për ta një herë të dytë. Karl Josef von Liegn, një federal marshall austro-hungares, deklaronte në gjysmën e dytë të shekullit 18. Unë besoj se hebreu nuk është në gjendje të asimilohet dhe se vazhdimisht do të përbëjë një komb brenda kombit, kudo që të ndodhet. Për mendimin tim, gjëja më e thjeshtë që duhet bërë është rikthimi i tyre në udhëheun e tyre, nga i cili janë dëbuar. Nga ky tekst, shfaqet qartë se ka një lidhje mes këtyre ideve formuese të sionizmit dhe një antisemitizmi të kahershëm. François René de Chateaubriand, shkrimtari dhe politikani i famshëm francez, shkruante gati në të njëjtën kohë se hebrejt ishin të zotët e ligjshëm të Judes.